në shtyp të Partizanit, programuar për javën e 13 Biznes Superiore, ku skuadra kuq do përballet me Elbasanit ditën e nesme në orën 18. Si gjithmonë këtu me mua kemi trajnerin Orten Kërnaj, i cili është i gatshëm të përgjigjet pyetjet tuaja. Profesor, në 3 ndeshjet e fundit me fitore të Borazile, çfarë prisni po tepër nga futbollistët? Pavarësisht se nuk është mund. Përshëndetje e para, sigurisht ju kam thënë edhe më përpara që prisja fitore në të 3 ndeshjet, jemi realist. Në të 2 ndeshjet e fundit që kemi luajtur në shtëpi, si kundër Vorës, ashtu edhe kundër Vllaznisë, kemi qenë dominant në çdo lloj aspekti. Po të shikojmë statistikat në goditje në portës në shtylla, me raste të humbura, me posedimin e topit, por ndonjëherë fakti nuk shohim më të mirën, por presim gjithmonë vetëm për fitore presim. Ka ndonjë peng Kërnaj në këtë rrugë? Peng në raste të humbura, do them realisht peng në raste të humbura, sidomos ndeshje me Vllaznin, djemt kanë dhënë maksimumin. Unë dhe stafi e kishim analizuar vërtet shumë mirë ekipin e Vllaznisë në detaje. Çunat e stafit kanë bërë një punë të mrekullueshme dhe në fush kishim shumë raste që duhet të shënohem. Ky është pengu i vetëm që kisha, sepse me fitore do ishim jashtëzakonisht shumë afër Final Four. Sa i munduar të korrigjoni këtë që thoni, domethënë mungesën e finalizimit të rasteve gjatë ditëve të përgatitjes për këtë. Ditët ndeshjet kanë qenë ndeshjet sa javë janë shumë afër njëra me tjetrën, themi drejtën. Nuk është që kemi punuar jashtëzakonisht shumë, s'mund të themi se ditët kanë qenë të mundura, por jemi munduar që të japim pak më shumë qetësi djemve. Rastet janë aty për të krijuar, golat do vinë, nuk është ndonjë problem jashtëzakonisht shumë i madh, sepse golat kanë ardhur në javët e fundit, nuk është se s'kemi shënuar fare. Mos harroj se kemi shënuar 5 gola në 2 ndeshjet e fundit, 3 ndeshjet e fundit, edhe nuk është se jemi keq. Nëse të nesër në Elbasanit do merrni 3 pikë, mund të quajmë surprizë? Jo, nuk mund të quajmë surprizë. Partizani hyj për 3 pikë. Nuk mund të quhet surprizë. Kam thënë që në fillim Partizani hyj për 3 pikë dhe sigurisht objektivi është Final Four. Nuk fshihemi mas objektivet e ekipit. Sa keni rikuperuar nga lista e gjatë e dëmtimeve i patur gatshëm nesër në ndeshjen e Elbasanit? Nga lojtarët e dëmtuar fatkeqësisht akoma s'është rikuperuar asnjë. Rikthehen lojtarë që kanë qenë pezulluar me karton, Atanaskoski dhe Diego, kurse në lojtarët e dëmtuar nuk është akoma asnjë i gatshëm. Dhe një fundit Elbasani në sigurituaj sa e meriton atë kryesin që po bën kampionat. Sigurisht e meriton, është një ekip që nuk ka ndruar thuajse asgjë nga viti i kaluar, është i njëjti grup, i njëjti staf teknik. Thjesht nga viti i kaluar kanë bërë rregullimet në pikat ata që shikonin që duhet të bënin dhe janë me merit aty ku janë. Faleminderit. Faleminderit juve.